Rrjetet sociale po zjejnë pas një postimi të fundit të reperes Loredana, ku partneri i saj, futbollisti i njohur i ekipit gjerman Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, shihet teksa luan me çifteli, instrumentin tradicional shqiptar. Fotografia e publikuar në profilin e reperes ka tërhequr menjëherë vëmendjen dhe ka nxitur shumë komentime nga fansat, të cilët janë kurioz se çfarë ngjarje apo projekti mund të ndodhet pas saj. Ky moment vjen si pjesë e imazhit publik të çiftit, i cili së fundmi është bërë një nga temat më të ndjekura në showbizin shqiptar dhe ndërkombëtar. Loredana Zefi, e njohur thjesht si Loredana, është një repartiste me origjinë nga Kosova, e lindur në Lucern të Zvicrës dhe ka fituar famë të madhe përmes muzikës së saj, që ka arritur suksese në tregun gjermanfolës dhe më gjerë. Lidhja e saj me futbollistin Karim Adeyemi, vetëm 22 vjeçar, sulmues me origjinë të përzierë etiopiane dhe nigeriane që përfaqëson Gjermaninë, ka zhvilluar interes jo vetëm për shkak të famës së tyre, por edhe për lidhjet që Adeyemi ka ndjerë me kulturën shqiptare. Ai e ka vizituar Kosovën vitin e kaluar dhe në disa raste është parë duke bërë simbolin e shqiponjës me duar në fotografi, një shenjë që fansat shqiptare kanë interpretuar si një shprehje respekti dhe lidhjeje me identitetin e partneres së tij dhe fansave të saj. Përveç kësaj, Adeyemi ka përdorur edhe gjuhën shqipe për të uruar Loredanën në ditëlindjen e saj, duke shkruar fjalë në këtë gjuhë dhe duke surprizuar ndjekësit me përpjekjet e tij për të përfshirë elemente të kulturës shqiptare në këto momente personale. Marrëdhënia e tyre ka qenë temë diskutimi edhe në mediat sportive dhe tabloide, ku është raportuar se futbollisti ka qenë objektivi i vëmendjes jo vetëm për lojën e tij, por edhe për ndikimin e jetës personale në karrierën sportive. Ndërsa fansat shqiptar shpesh e quajnë me dashuri dhëndri i Kosovës, ky postim me çifteli duket se intensifikon këtë perceptim, duke sjellë një element të kulturës lokale në imazhet private të çiftit. Pavarësisht se nuk është sqaruar ende arsyeja e publikimit të fotografisë, mbetet e paqartë nëse ka ndonjë projekt të ri muzikor apo një udhëtim të veçantë në plan, por sigurisht që postimi i Adeyemit ka nxitur miliona komente ndër fansat e kombinuar të muzikës dhe futbollit.